Kur nuk ka pas largim më masiv nga Forca e Sigurisë së Kosovës. Nuk është e vërtetë se ka një rritje, por nuk ka shifra për shqetësim. Banë real, ka shtim të numrit, domethënë qenë personeli më i vogël. Vetëm një çështje për ngriti. Kur nuk ka pas largim më masiv nga Forca e Sigurisë së Kosovës se sa në mandatin e qeverisë. Ushtar të ke fjalën. Ushtarak, personel i specializuar, i përkushtuar, përgatitur, adhetar, patriota, po që jashtë që situata është kriju e tillë që më nuk e kanë pa veten brenda uniformës. Apo e adreson këtë 30 sekonda. Zoti Çuni, ti e di se ne kemi qenë bashkë në Komisionin për çështjet e sigurisë të mbrojtjes dhe për këtë temë i kemi ftuar në raportim edhe komandantin edhe ministrin. Nuk është e vërtetë se ka një rritje të theksuar të largimit të ushtarëve, por është konstant. Prej që ja themelu Forca e Sigurisë të Kosovës me arsyetimet që kanë ardhur oficerët edhe të Forcës së Sigurisë të Kosovës edhe të Ministrisë Mbrojtjes na kanë dokumentuar që nuk ka rritje. Është një largim që ka ndodhur konstant, pra provojnë fatin disa nuk e gjejnë, kalojnë dikun tjetër, por nuk ka shifra për shqetësim. Ne bashkë kemi qenë komision, banë real edhe trego se të njëjtën e ke ndëgjuar edhe ti edhe unë. Në regrutimin në vit sa unë isha ministër për 400 vendet të reja për ushtarak, kanë apliku 5400 pjesëtar. Me qeveri Kurti për 400 vende, 500 vende kanë apliku 1000 civil, 1000 djemë dhe vajza. Do të thotë ka ra interesimi. Ajo tjetër, interesimi... Çështja dytë. Largimet kanë qenë nga 17-20, maksimumi 25. Mandatin e juj. Por, mandatin tim edhe mandatet e mëhershme, kurse në mandatet e radhës ka qenë nga 150 deri në 200. Ka shtim të numrit, domethënë ti po flet kur fillesat e FSK-s që ka qenë personeli më i vogël në përqindje, unë po flas në përqindje. Në përqindje. Ja, në përqindje po flas se tash nëse referohemi Besa po pret replik. Faleminderit. Bes. Me 10 sekonda. Falni që dy pyetje që i pat apo duhet. Pasa që ngritet që më pasa që largimi. Tash kemi dy është shpërpothje. Jo, tash i kemi afër. Edhe nëse jo nuk shqetësoj për këtë fakt, atë më vërtet është një fenomen. Secili që largohet është shqetësim, po na kemi adresuar këtë. Jo, nuk është adresuar fare. Koha e Besës.